Nishi për dyshin lajbra, varusha në drejtim të juve në shtuar, zinja pritat. Zinja pritat, varushës, se ju hini njerëz në shpeh. Ngani. Ku po shka bre? O, hini arusha shpe marmur. O, të hongë dreshin bëth ty të hongë. Ku që ta me hina për tuj? O, për rezikon familjen për tja familjen, a jenë ban marmur. Që ta me më mjep mua, ha? Je që mërë arushe për shpije se për rezikon. Mos i një hiu pa hiri, më që regoj e thash. Mos i hi pa hiri në... Arusha ka ima. O, ta shkoj, më që regoj e pa të në portfolione. O, për t'mirën tonë... As një fjoll! Mos i një hi në për tuj pa hiri jo. Jo, mërë burë arusha ka ima, na. Edhe ti pa mërzit e shfart për arush, po? Qyre shka, vesht në gjep t'i shti ty edhe ti qakar më zonë këshirë ma ta syja të këshirë bësht. Shesher, nga qa po thëmë, qatë hinë shpitem, në konak tem, është në bes tem, mësë më shtini se për 2 sekonda qiz me të shti me i hongur. Bani bethen! Bani be burani. Ec! Interax, extra linje. Ku po shka bre? O, hini arusha shpe marmur. O, të hongë dreshin bëth ty të hongë. Ku që ta me hina për tuj? O, për rezikon familjen për tja familjen, a jenë ban marmur. Ja me më mjep mua, ha? Je që mërë arushe për shpije se për rezikon. Mos i një hiu pa hiri, që regoj e thash. Mos i hi pa hiri në... Arusha ka ima. O, ta shkoj, që regoj e pa të në portfolione. O, për t'mirën tonë... As një fjoll! Mos i një hi në bërthuj pa hiri jo. Mërë burë arusha ka ima, na. Edhe ti pa mërzit e shfart për arush, po? Qyre shka, vesht në gjep t'i shti ty edhe ti qakar më zonë këshirë ma ta syja të këshirë bësht. Ndodhemi në fshatin Molle Eger, ku rreth orës 14 tregjetar janë ndjekit e Ariut që tashmë sa ditë është bërë pjesë e lajmeve tona. Ai po shëtitet që sa ditë në pjesën malore dhe në pjesën urbane të banuara me njerëz. Disa prej tyre thonë që Ariu duhet vrarë, e disa prej tyre konsiderojnë që Ariu duhet të strehuar në mënyrë humane. Njëri prej fshatarëve ka strehuar Ariun në shtëpinë e tij. Kamerat tona janë prezent në ngjarje duke zhvilluar çdo ngjarje. Po vesh pak me Ramli. Vesh pak me mojë të varë. Po vesh të sekund. Po krej, apo vesh pak. Krej dhe kom jo përgjesh vesh me Ran, se nuk i kam dhe truna unë mu përgjesh të. Hajtë se s'ju mes bërsh, urnani zëj. Zotri, ashtë e vërtet që keni strehu një Ari në shtëpinë e ju që tash e disa ditë është në ndjekin e disa gjyqtarëve? Kjo është një gënjeshtër e kollume. Nuk është e vërtet heq. Përveç familjarëve të mi në këtë shtëpi nuk rënon kusht tjetër i gjallë. O, për rano borë, se kështi arushën e pom kur hinim rana, është. U e qëra vesh i dresi, tani për rënë. Po ty, te pas kërajt vetën pej momenti që pas ke lindë. Më konë ti i miri nuk i kështë morë me këta shokët e tua të varteneqe, e me dalë me vra, s'ka me vra kafsh. Bre zëtë i vraftë. Po ju s'keni lonë as lepër pa vra, as mocë, ujqi, edhe rëqebullën e keni vra. E këto lama me se hap gojen. Heq, me ty e kryva vesh mësh me mshel gojen. Urnani. Falë, zëtrine për portale po shëtitet video ku shihet qartë se ju jeni duke rezistuar gjyqtarëve dhe jeni në mbrojtje të Ariut. A është e vërtet kjo? Mija s'ka thë ju të më shërdafsh. Ani mblojt e Aliut, po kush me mblojt Aliun? Po mas pari është ka një këshune atje në shehër që a kini bo, ju myti ploni numër 1, e dyta një non me kalit s'ki ka i bjen, as nuk ka, veç në për trotuar me mytë kjerët, një cëp park nuk e kini lon, ju myti o belici, e jarë këtë natyrë, po më thumë, mua e keslehue. Mësë më bënë nërvaz ma shumë. Urnani? A e dinit që janë të ardhë njësit e specializume dhe shoqata e kafshve me marë Arion, sepse nuk keni as një drejt, as në kushtetut nuk shkruan që mund është me përvecu ose me strehu një bish. Qëre, let jam synë kush do më onë shpetem, se qka është këtu në konak tem, në periferi temën, këtu unë e përgjeshna. Nuk mënet kur kësh më marë kur far familjarin shpeteme, se jem shpetem të këtem. Sa i përket që the kushtetutës e nenit. Për këtë punë nuk marë fërdvesh, e kam vlovin tem këtu arson për drek, aja është historiane, aja më në mja shpjegue. Mos e mërzetin pret në veç pak që do. Gani! Ua gan! Që është ashtë i dere, vlovi jam edhe më në me i bo pytje përgjezje. Hajde gan!
gazetarët nderuar, kameraman, dhe ju gjithë pranishmit, mirë se keni ardhur në fshatin historik Moll e Egër. Që? Në etimologjinë e saj, në substancën e saj, në vetë strukturimin e fjalës, ka të bëj me përkthimin ose spjegimin e Macintoshit. Se? Shtrohet pyetja. Përgjigja është kjo. Se vetë Steve Jobs i madh, aty ku shkelni ju aty shëtiste, derisa ishte i rrahur nga fortunat e krimtarisë të tij, nga mendimet e shkafërderdhura se si t'ja dali, erdhi dhe gjeti Berehe këtu, te Molla e Egër. Derisa një ditë e sodisja hyri në atë Moll të Egër dhe këputi një moll. Nuk i ra molla në kokë, si Galileut, a i këputi vetë dhe e kapshoj atë, krap, një gicë, si i thonë. Dhe thartina saj, acidititja saj molle, si kur ja sublimoj mendimet, e konformoj atë, dhe thiri, laptop Macintosh. Kjo është arsyeja pse logoja e laptopit sot e ka një moll të kafshuar. Nuk është molla e Denit, por është molla e zemrës së Kosovës, po do dali e vërteta shumë shpejt. Shem. Qashtë të Bergani ju jemre, dhe unë shalë, që se qëre, që është bëthot lovi jem, se nështë ta gramatik zia, po më në me morë vesh. Kungë dhe nuk shkëm i ujë gjithmonë. Herë të kërdo senet pa dolë në shesh nuk e lojnë. Pyetje? Zotri Gane, vllai juaj Shemsia është sërehunja ri në shtëpinë e juaj, është rrezik për banor. A jeni ndjeni dhe a mundin të na thoni diçka për të? Jo lutem. Mosmi. Më ka plas pyetje. Vllau imi Shemi, i thirrur ashtu, shkurt nga dashuria. Nuk strehon ari, po strehon dhe mbron familjen e vet, timën dhe familjarët e tij. Qashtu. Gani, nga vlose qëre, Vaje vetëm. nuk t'jekën këta pjo bërit. Kalzojo, se na ti e din kena sakrifiku për tyje, familje, komplet, veç me shkollua më boj zoti, e na ka pru zoti, ti e bo historian më i zoti në Balkan. Edhe Evropën kismet zoti ta shekenis me palue, kalzojo të vërtetën historike të familjarve tënë, thuja. Mirë. Ju, rini e ndritur, pa dyshim e dini, kemi informat api evolucionin e njeriut. Apo jo? Pa dyshim dini mbi fiokat gjenetike. Algoritmat, kombinimet e gjitha ato. Kjo është ditë e kopshme. Mund të them ditë e zezë për neve se edhe gjuetarët na shkelin të kepragu. Por, kur thome zezë më kujtohet kun fuqi dhe shokët e ti, kinest e moqëm, që thonin se në gjithë shka të zezë, ka dhe diçka të bardhë. Qashtu. Ky nuk ka steruar askend. Por ne si familje erdhi dita t'i qelim letrat, shpalosim të vërtetën, historinë e popullit tonë të vjetër, jo Iliro Pelazgi, po edhe mëtej se ne aq të vjetër jemi, sa edhe Zeusi dhe Herkuli janë bitë tanë. Kështu që mos të zgjatëm, para ju shptoj vëllaun tonë nga nëna dhe babaj. Homo sapiensin e ditëve të tona, vëllaun Avdiun. Thireshim. Avdosh, hajde. Hajde më zëtët, hajde vlo. Eja mos u frigonë, vlla, eja. Hajde vlo, hajde se e kanë luk të borin qyrin me të vërau. Hajde vlo. Lashtësia jon. Avdushi vlovi jon. Dhezne ka një opit. Shikoni vetëm 3 vjeqarës dhe si përmbahet traditave tona. E jo tjera herë, më lidh një met mirë, e jo tjera herë me rajt, lagalla, ja ka strehua arion, se mëni me bo gabim, sa përshe, që është familjari joni, vlovi joni. Vetë ta honë. Vetë lashtësia jon.
Nuk ka mirë tjera herë me bojt lafe pa lidhje dezinformata, se edhe kjo është njëri sikur na, ka zemër e shpirt edhe hanë edhe pensina. Është njeri më shumë se shumë njerëz tjerë. Amerika, ambasador. Mirë se erdhë ambasador, urdhnoni. Ambasadori Amerikan avdo. Fali. My God. USA. Mirë se erdhë ambasador, si jeni, knasi e veçantë. Ambasador, mirë se t'ka pru zoti, se ti e vllai joni edhe na shpëvët dhe shqiptar, jem krenor që ju kena juve mis më të afërt familjar. Përjetshëm. Faleminderit. Urdhno ambasador. Mirë se t'ka pru zoti. Zotëri të nderuar, ky është një hap i madh jo vetëm për shqiptarët, po për mbar njerëzimin. Ju me vllaun tuaj na kthyet në fillet e njerëzimit. Ju ja dëshmuat botës se shqiptarët janë populli më i vjetër në planet. Qartë vallai. Unë ju kisha lutur, nuk jeni të detyruar, por nëse na jepni vllaun e juaj, ta dërgojmë në Washington DC, t'ja bëjmë ca analiza me NASA-n, kupton, për të mirën e njerëzimit. Kosova fiton liberalizimin e vizave, qysh nesër hep një aeroplanit, u thoni, në Europë. Ulse në OKB, kufiri jo në Mërdare, po te Molla Kuqe. Nish atje për ti. Mos flasim për Ulqinë me veç këtu bashkë. Mirë. Edhe Amerika ka mendu për juve një fond special për fillim, bonus i parë, $800 miliard Kosovës. Brenju fëmive keksa, shtapiqa, smoka, trenerka, patika, knaquni. Mandej vinë ndihma tjera. Zotni ambasador, a ka mundësi vetëm një konsultë të vogël si lutem? Po t'ju lutem. Zoti trujt ty Amerikën. Vesh po këshillomi pak. Andi, është të volë për ty, Andi. Edhe për Kosovë. Është për Kosovë, më meni sërik. Ato në kërëve më se të vëllohi në Për Kosovë! Zotni ambasador? Po? Qoftë falë vllau ynë për 6 muaj për analiza, me këta e dëshmuam lartësinë tonë. Ambasador, për ty, për Amerikën, vllavi jo le shka kurban të jo në tokën e juve, veç për hatër të Kosovës. E këzofshi. Avdim? Ja, kur e në Amerikë si ndër tona. Miru pafshin. Rrugë të marë. Më të rimë. O, avdi vllau, keme shku në Amerikë. Po të vllau në njërë. Vesh muzikë me qitelia i lëshoni para se me flajtë se me rëgjumin. Patriotike. Po, patriotike, këtë lutem. Faleminderit. Edhe monë është të plisin monë janë krye se po marak. Lutem në asnjë mënyrë. Hajt, avdo! Avdo! Hajt. O, vlo. Ditë historike. Gani ditë më të madhe për shqiptarin nuk ka. Nuk ka. Urime, liberalizimi vizave. Për herë, o gani karrika në KB. A, dhe që të e pat kjo. O, kështë